për kohën. Faleminderit shumë për mundësinë. 46 ditë pas zgjedhjeve, certifikimi i rezultateve, çka tutje zotit Cakolli? Ky ka qenë procesi i dytë më i gjatë në kuptimin e periudhës që është dashur prej mbajtjes së zgjedhjeve deri në certifikimin e rezultateve, dhe që sot zyrtarisht kemi hyrë tashmë në periudhën kur fillojnë të rrjedhin afatet kohore, që përfshin në radhë të parë dhe më kryesorja thirrjen e seancës konstituive. Edhe pse Lëvizja Verivendosia ka bërë të qartë që do të ankimoj vendimin e Gjykatës Supreme në gjykatën kushtetuese, bazuar në dinamikën e punës së kësaj gjykate dhe përvojën nga gjitha ankesat e një natyre të tillë, është tetë vështirë besueshme që gjykata mund ose të vendosë masë të përkohshme ose që të marrë vendim që do të afektonte procesin e formimit të institucioneve. Tashmë seanca për konstituimin e kuvendit të Kosovës i bie që duhet mbahet më së largu deri më datën 27 për afërsisht prill, që i bie brenda afatit 30 ditor. E çka nëse nuk përmbushet ky afat, Cakolli? Në fakt është obligativ, pra mundësia e parë është që seanca konstituive të thirret nga ana e presidentës brenda këtij afatit 30 ditor, por nëse këtë nuk e bën presidenti, atëherë deputetët mund të mblidhen edhe me vetë iniciativë, pra pa pasur fare nevojë që presidenti e vendit ta trasoncën, por që në të kaluarën nuk kemi ndonjë rast të tillë kur presidentët kanë refuzuar që ta thrasin seancën konstituive, dhe pse në disa raste ka pasur vonesa e madje janë afruar periudhës gati deri në 4 javë që nga momenti i certifikimit të zgjedhjeve. Zoti Cakolli, ju ndoshta e pati edhe një status të kryeministrit tash në detyrë, Albin Kurtit. Si e shihni, tash kemi një qeveri në detyrë? Po, në fakt, ishte interesante që në njërën anë, pra tek pas 3-4 dite që nga përmbyllja zyrtare e mandatit të qeverisë, unë besoj që qeveria ka qenë në detyrë që në atë ditë. Megjithatë, ndonse kryeministri në detyrë tashmë i referohet një dispozite të ligjit që flet për mbushjen e mandatit të qeverisë, nuk do të harruar që para këtyre dispozitave është njeni 26 i ligjit për qeverinë, i cili flet për papajtueshmërinë me funksionin e anëtarit të qeverisë, e që ku qeveria në detyrë, pra specifikisht qeveria në detyrë, kërkohet që të gjithë ministrat e saj apo edhe kryeministri në këtë rast, nëse janë pjesë e një qeverie në detyrë, por janë zgjedhur deputet të kuvendit, duhet japin dorëheqje nga posti anëtari i qeverisë. Por nuk e kanë bërë atë. Por që nuk e kanë bërë, pra nuk e njeh ligji vetëm le të themi kategorinë e përmbylljes së rregullt të mandatit, por që kërkon dorëheqje formale nga ana e anëtarëve të kabinetit qeveritar, sado që unë në fakt në parim nuk e kuptoj këtë hezitim dhe këtë përpjekje për të krijuar një situatë paqen politike, për shkak se edhe sikur t'jap dorëheqje, edhe me përmbylljen e mandatit, pasojat juridike janë të njëjta. Pra qeveria në momentin kur i përfundon mandatin dhe që kur japin dorëheqjet, efektivisht nuk ka më përgjegjësi ekzekutive përveç atyre të përgjegjësive që lidhen me aspektin kalimtar të bartjes së pushtetit. E që në këtë rast, në fakt do të jetë interesante të shihet nëse pa këto dorëheqje, këta deputet të cilët kanë pasur pozita ministrore, do të shkojnë në kuvend për të dhënë betimin, sepse kjo do të përvente pastaj shkelje direkte të dispozitave në fuqi, sepse nuk mund të jesh edhe ministër edhe deputet në të njëjtën kohë. Andaj unë besoj që komisioni përkatës që formohet nga kuvendi për verifikimin e mandateve, kur do që do thirret seanca konstituive, do duhet që gjatë verifikimit të mandateve ta kontrollojë edhe këtë pjesë, për shkak se edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese në vitin 2021, kur në atë kohë ishte rrëzuar qeveria Hoti, kishte përcaktuar qartazi që ky komision ka përgjegjësi mjaft strikte ligjore sa i përket interpretimit të vlefshmërisë së mandatit, dhe që kishte kërkuar gjykata edhe në atë kohë që të bëhet verifikim i thukt i të gjitha normave në fuqi, të cilat mund ta bëjnë mandatin të papajtueshëm.
Cakolli, Lëvizja Vetëvendosje e ka paralajmëru, pra në fakt e ka bërë kërkesën në gjykatën kushtetuese sa i përket anulimit të votave me post. A mundet me ndiku kjo në këtë proces dhe të kemi